Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Gjithmonë kam qenë ai djali i qetë i familjes që nuk sillte probleme, që respektonte rregullat e pathëna, që dinte ku duhej të ndalonte. Deri atë verë ku diçka brenda meje filloi të lëvizte pa më pyetur. Isha 30 vjeç, në një moshë kur mendon se e njeh veten. Kisha kaluar disa marrëdhënie, disa zhgënjime, por asgjë që të më vinte në dyshim moralin tim. Familja për mua ishte territori i shenjtë, ku fijit ishin të qartë, ose të paktën kështu mendoja unë. Ajo ishte kushurira ime. Gjithmonë kishte qenë pjesë e peizazhit familjar, si mobiljet e vjetra të shtëpisë së gjyshërve. E njihja prej fëmijërisë, asnjëherë nuk e kisha parë si grua, por si vajza e tezes, një emër pa peshë emocionale. Derisa papritur diçka ndryshoi. Jo tek ajo, por tek unë. Nuk ndodhi në një moment të vetëm. Nuk pati shkëndija dramatike. Ishte më shumë si një grumbullim i ngadalt ndjesisht që nuk dija t'i emërtoja. Fillimisht ishte thjesht vëmendje e shtuar, një mendim që zjaste pak më shumë se ç'duhej, një ndjesi pa rehatie kur ishim në të njëjtën dhomë. Më bezdiste vetja ime, më dukej sikur po shkelja diçka të padukshme vetëm duke menduar. Fillova të bëhesha më i heshtur, më i tërhequr. Në familje e vun re. Më pyesnin nëse isha mirë. Unë tundja kokën dhe buzëqeshja, por brenda ndihesha si dikush që po mbante një sekret të turpshëm. Më e keqja ishte se ajo nuk ishte asnjë faj. Ajo sillej normalisht, fliste, qeshte, jetonte jetën e saj. Dhe pikërisht kjo më rëndonte më shumë. Gjithçka po ndodhte vetëm në mendjen time. Ishte një betejë pa barabartë, ndërgjegjja ime kundër impulseve që nuk i kisha ftuar. Fillova të vendos rregulla për veten, të mos qëndroja vetëm në një dhomë, të mos ulesha pranë, të shmangja bisedat e gjata, jo sepse ajo kishte bërë diçka, por sepse unë nuk i besoja më vetes. Kur njeriu arrin në atë pikë, e kupton se sa e brisht është ideja që kemi për kontrollin. Netve flija shumë keq, mendja më kthehej gjithmonë te e njëjta pyetje. Çfarë po ndodh me mua? Nuk ishte thjesht tërheqje. Ishte frikë nga vetja ime, frikë se mos një ditë do të isha dikush që nuk do ta njihja më. Më kujtohet një mbrëmje konkrete. Familja ishte mbledhur për darkë, zhurmë, biseda, pjata që përplaseshin. Ajo ishte përballë meje. Asgjë e jashtëzakonshme po ndodhte, por unë ndihesha sikur isha në provë. Çdo fjalë, çdo lëvizje ime ishte e kontrolluar. Kur u ngrita nga tavolina, ndjeva një lehtësim të çuditshëm, sikur po shpëtoja nga diçka. Aty e kuptova se kjo nuk ishte normale. Nuk mund të vazhdoja më kështu. Nuk mund të lejoja që mendimet e mia të helmonin një marrëdhënie familjare, një strukturë që kishte ekzistuar shumë më parë se unë të vazhdoja këto veprime. Vendosa të largohem për një kohë. Jo me zhurmë, as me shpjegime të gjata, thjesht mora një vendim praktik që ishte distanca. Hapësirë, ajër, ishte mënyra ime për të vendosur një kufi të fortë aty ku mendja ime po përpiqej ta zhbënte. Distanca ndihmoi goxha, po jo menjëherë. Ditët e para ishin shumë të vështira. Mendimet nuk iknin me valixhe, por gradualisht zhurma filloi të ulej. Fillova të shija më qartë, të kuptoja se ndjenjat nuk janë gjithmonë udhërrëfyesi më i mirë. Të jesh i rritur nuk do të thotë të mos ndjesh, por të dish çfarë të bësh me atë që ndjen. Sot kur e kujtoj atë periudhë, nuk ndihem krenar, por as nuk ndihem më i shkatruar. Ishte një përballje e vështirë me veten, një mësim i dhimbshëm për kufit, për përgjegjësinë personale, për faktin se jo çdo impuls duhet ndjekur. Dhe në fund nuk ndodhi asgjë. Pikërisht kjo është gjëja më e rëndësishme, sepse ndonjëherë forca e vërtet nuk është ajo që bën, por ajo që zgjedh të mos bësh. Kjo histori që po ju them nuk është justifikim, është për sinqeritetin, sepse edhe mendimet kanë peshë, dhe zgjedhjet që bëjmë në heshtje janë ato që na tregojnë kush jemi vërtet. Gjithmonë kam qenë ai djali i qetë i familjes që nuk sillte probleme,
që respektonte rregullat e pathëna, që dinte ku duhej të ndalonte. Deri atë verë ku diçka brenda meje filloi të lëvizte pa më pyetur. Isha 30 vjeç, në një moshë kur mendon se e njeh veten. Kisha kaluar disa marrëdhënie, disa zhgënjime, por asgjë që të më vinte në dyshim moralin tim. Familja për mua ishte territori i shenjtë, ku fijit ishin të qartë, ose të paktën kështu mendoja unë. Ajo ishte kushurira ime. Gjithmonë kishte qenë pjesë e peizazhit familjar, si mobiljet e vjetra të shtëpisë së gjyshërve. E njihja prej fëmijërisë, asnjëherë nuk e kisha parë si grua, por si vajza e tezes, një emër pa peshë emocionale. Derisa pa pritur diçka ndryshoi. Jo tek ajo, por tek unë. Nuk ndodhi në një moment të vetëm, nuk pati shkëndija dramatike. Ishte më shumë si një grumbullim i ngadalët ndjesisht që nuk dija t'i emërtoja. Fillimisht ishte thjesht vëmendje e shtuar, një mendim që zjaste pak më shumë se ç'duhej, një ndjesi pa rehatie kur ishim në të njëjtën dhomë. Më bezdiste vetja ime, më dukej sikur po shkelja diçka të padukshme vetëm duke menduar. Fillova të bëhesha më i heshtur, më i tërhequr. Në familje e vun re, më pyesnin nëse isha mirë. Unë tundja kokën dhe buzëqeshja, por brenda ndihesha si dikush që po mbante një sekret të turpshëm. Më e keqja ishte se ajo nuk ishte asnjë faj. Ajo sillej normalisht, fliste, qeshte, jetonte jetën e saj. Dhe pikërisht kjo më rëndonte më shumë. Gjithçka po ndodhte vetëm në mendjen time. Ishte një betejë pa barabartë, ndërgjegjja ime kundër impulseve që nuk i kisha ftuar. Fillova të vendos rregulla për veten. Të mos qëndroja vetëm në një dhomë, të mos ulesha pranë, të shmangja bisedat e gjata, jo sepse ajo kishte bërë diçka, por sepse unë nuk i besoja më vetes. Kur njeriu arrin në atë pikë, e kupton se sa e brisht është ideja që kemi për kontrollin. Netve flija shumë keq, mendja më kthehej gjithmonë te e njëjta pyetje. Çfarë po ndodh me mua? Nuk ishte thjesht tërheqje, ishte frikë nga vetja ime, frikë se mos një ditë do të isha dikush që nuk do ta njihja më. Më kujtohet një mbrëmje konkrete. Familja ishte mbledhur për darkë, zhurmë, biseda, pjata që përplaseshin. Ajo ishte përballë meje. Asgjë e jashtëzakonshme po ndodhte, por unë ndihesha sikur isha në provë. Çdo fjalë, çdo lëvizje ime ishte e kontrolluar. Kur u ngrita nga tavolina, ndjeva një lehtësim të çuditshëm, sikur po shpëtoja nga diçka. Aty e kuptova se kjo nuk ishte normale. Nuk mund të vazhdoja më kështu. Nuk mund të lejoja që mendimet e mia të helmonin një marrëdhënie familjare, një strukturë që kishte ekzistuar shumë më parë se unë të vazhdoja këto veprime. Vendosa të largohem për një kohë. Jo me zhurmë, as me shpjegime të gjata, thjesht mora një vendim praktik që ishte distanca. Hapësirë, ajër, ishte mënyra ime për të vendosur një kufi të fortë aty ku mendja ime po përpiqej ta zhbënte. Distanca ndihmoi goxha, po jo menjëherë. Ditët e para ishin shumë të vështira. Mendimet nuk iknin me valixhe, por gradualisht